Dashi, sot energjitë e reja do të ndriçojnë mendimet tua, duke të dhënë dëshirën për të eksploruar horizonte të reja. Në punë, një mundësi e papritur mund të hapet, mos e humb shansin për të treguar aftësitë tua. Nëse ndjeni një luhatje në financa, kujdesu për shpenzimet dhe ruaj kursimet tua me kujdes. Në jetën e dashurisë, një bisedë e hapur me partnerin mund të forcojë lidhjen tuaj dhe të sjellë qartësi. Për ata që janë vetëm, sot mund të ndjeni një tërheqje magjike ndaj dikujt të ri. Ndjehu i lirë të shprehësh emocionet, universi është në favorin tënd. Kujdesu për veten duke marrë disa momente qetësie, ndoshta një shëtitje në natyrë do të jetë rinovuese. Kërko harmoninë brenda vetes. Demi, në këtë ditë dimri, energjia e universit ju fton të përqafoni ndryshimet që vijnë. Në punë, një mundësi e re mund të shfaqet papritur. Merrni kohë të mendoni dhe mos nxitoni. Ndërsa dielli ndriçon mbi marrëdhëniet tuaja, është momenti ideal për të forcuar lidhjet me ata që i doni, duke krijuar kujtime të ngrohta. Duke qenë i kujdesshëm me financat tuaja, do të ndiheni më të sigurt për të ardhmen. Një planifikim i kujdesshëm është kyç për të shmangur surprizat e padëshiruara. Mendimi juaj do të jetë më i qartë nëse gjeni pak kohë për reflektim personal në natyrë. Rrahja e qetë të zemrës suaj do t'ju udhëheqë në drejtimin e duhur. Dita e sotme mban premtimin e harmonisë dhe qetësisë. Binjakët, dita e sotme mund të sjellë momente të papritura dhe të këndshme. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin do të ndriçojë ndjenjat tuaja, duke forcuar lidhjen emocionale. Nëse jeni beqar, një takim i papritur mund të ngjallë shkëndija të reja. Në punë, energjia juaj krijuese është në kulm. Shfrytëzojeni për të zgjeruar horizontet dhe për të nisur projekte të reja. Kujdesuni për financat, mos u tundoni nga shpenzimet e panevojshme. Reflektoni mbi qëllimet tuaja afatgjata dhe organizoni prioritetet me qetësi. Shëndeti kërkon vëmendje, një shëtitje në natyrë do të rigjenerojë trupin dhe mendjen. Dita përfundon me një ndjenjë të thellë kënaqësie dhe mirënjohje për atë që keni arritur. Daforia. Mëngjesi do të sjellë një ndjenjë të thellë paqeje. Nëse ndjenja të vogla pasigurie shfaqen në mendjen tënde, mos u shqetëso. Fokuso vëmendjen në projektet personale dhe do të shohësh përparim. Në punë, një koleg do të japë një këshill të vlefshme, pranoje me mirënjohje. Në çështjet e zemrës, sot është momenti për të dëgjuar më shumë. Partneri yt po kërkon vëmendje dhe një bisedë e sinqertë do të forcojë lidhjen. Nëse je beqar, një rastësi e bukur mund të sjellë një njohje të re. Kujdesu për shëndetin me disa minuta meditimi ose një shëtitje në natyrë. Është një ditë e përkryer për të ndjekur intuitën dhe ndjenjat e tua më të thella. Luani. Sot mund të ndjeheni të mbushur me energji pozitive dhe entuziazëm, duke e bërë këtë ditë ideale për të ndjekur projektet tuaja të zemrës. Në dashuri, një bisedë e hapur me partnerin do të forcojë lidhjen tuaj dhe do të sjellë më shumë harmoni. Nëse jeni beqar, hapja e zemrës ndaj mundësive të reja do të sjellë surpriza të këndshme. Në punë, përqendrohuni në detaje dhe përpiquni të përfundoni detyrat më të vështira pa u vonuar. Qasja juaj proaktive do t'ju ndihmojë të dalloheni në sytë e pronërve. Financiarisht, është dita e duhur për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë ndryshime të vogla që mund të kenë ndikim të madh. Mos harroni të rezervoni kohë për reflektim dhe për kujdesje për veten. Virgjëresha. Dita nis me një ndjenjë qetësie dhe balancimi të brendshëm. Mëngjesi i sotëm mund të sjellë një bisedë të ngrohtë me partnerin ose dikë të veçantë, duke forcuar lidhjen tuaj emocionale. Në punë, mos keni frikë të shprehni mendimet tuaja. Idetë tuaja do të vlerësohen dhe do të sjellin përfitime afatgjata. Financat duket se janë në një rrugë të mirë, kështu që mos hezitoni të bëni plane për investime të vogla. Kujdesuni për veten, pasi trupi tuaj i nevojitet pak relaks dhe qetësi. Një shëtitje në natyrë ose një libër i bukur mund të jetë pikërisht ajo që ju duhet. Mbrëmja premton momente të thjeshta lumturie, të shoqëruara me ndjenja mirënjohjeje për gjithçka që keni. Dëshorja. Sot do të ndihesh si një fllati i lehtë që kërkon të balancojë erat e jetës. Energjia pozitive do të të ndihmojë të përballesh me çdo sfidë në punë. Komunikimi i hapur dhe i qetë do të jetë çelësi për të arritur suksesin që synon. Në dashuri, është momenti i duhur për të ndarë ndjenjat me partnerin, duke sjellë më shumë harmoni në marrëdhënien tuaj. Financat duken të qëndrueshme, megjithatë, ruajtja e një plani të kujdesshëm do të jetë e rëndësishme për të ardhmen. Ndjesitë do të jenë të buta si një mëngjes pranvere, duke të mbushur me paqe të brendshme. Gjej kohë për veten dhe medito për të arritur qetësinë shpirtërore që të nevojitet. Kujdesu për shëndetin, duke u kujdesur për ushqimin dhe gjumin. Akrepi. Sot mund të ndihesh i frymëzuar dhe energjik.
Kontaktet e reja do të sjellin mundësi interesante për rritje profesionale. Është mirë të jesh i kujdesshëm me financat, duke planifikuar shpenzimet me mençuri. Në dashuri, një bisedë e thellë me partnerin mund të sjellë qartësi dhe kuptim të ri. Beqarët mund të ndjejnë një magnetizëm të veçantë që tërheq njerëz të rinj në jetën e tyre. Një shëtitje në natyrë do të ndihmojë të rigjesh faqen e brendshme dhe të harmonizosh mendimet. Kujdesu për shëndetin emocional duke medituar ose thjesht duke u relaksuar me një libër të mirë. Mos nguro të ndash ndjenjat, do të ndihesh më i lehtë. Kujto se çdo ditë sjell me vete mundësi të reja për të ndjerë më i lumtur. Shigjetari. Sot mund të ndjeheni në presion për të përmbushur pritshmëri të larta, por qëndroni të qetë dhe të fokusuar. Një mundësi e re pune mund të shfaqet, ndërsa zbuloni aftësi të papritura brenda vetes. Në aspektin e dashurisë, komunikimi i hapur është çelësi për të thelluar lidhjet. Mos hezitoni të ndani ndjenjat tuaja me partnerin, sepse sinqeriteti do të forcojë lidhjen tuaj. Financat mund të kërkojnë vëmendje të veçantë, ndaj bëni kujdes me shpenzimet impulsive. Intuita juaj është e mprethë sot, ndaj besoni instinkteve për të marrë vendime të zgjuara. Mos harroni të gjeni kohë për veten në mes të zhurmës së ditës. Një moment qetësie do ju ndihmojë të rigjeni balancën e brendshme dhe të mendoni qartë për hapat e ardhshëm. Bricjapi. Sot është e rëndësishme të dëgjosh intuitën tënde, ndërkohë që je duke medituar mbi vendime të rëndësishme në punë. Energjia e ditës do të të ndihmojë të shohësh mundësi të reja që të afrojnë më pranë objektivave të tua profesionale. Në marrëdhëniet personale, është koha për të treguar më shumë ndjeshmëri dhe mirëkuptim ndaj partnerit. Një bisedë e sinqertë mund të sjellë afërsi të re dhe të forcojë lidhjen tuaj. Në anën financiare, mbajini një sy të mbret mbi shpenzimet e vogla që mund të shtohen dhe të ndikojnë në buxhetin tënd. Ndërsa dita merr fund, shijo momentet e qeta dhe merr kohë për vetë-reflektim. Jepi vetes hapësirë për të qetësuar mendjen dhe për të rigjetur ekuilibrin e brendshëm. Ujori. Fryma e ditës do të jetë e mbushur me energji pozitive që do të ndihmojnë në arritjen e qëllimeve personale. Në dashuri, mund të ndihesh më i afërt me partnerin ose tërheqës ndaj dikujt të ri. Komunikimi i hapur do të jetë çelësi për të forcuar lidhjet emocionale. Në punë, një sfidë e re do të shfaqet, por do të kesh aftësinë për ta përballuar me sukses. Mos hezito të kërkosh ndihmë nga kolegët kur është e nevojshme. Sa i përket financave, është koha për të rishikuar buxhetin dhe për të bërë disa ndryshime të vogla që do të sjellin përfitime afatgjata. Kujdesu për shëndetin mendor duke dedikuar kohë për meditim ose një shëtitje në natyrë. Dita do të përfundojë me ndjenjen e përmbushjes. Peshqit, dita e sotme sjell energji të freskëta dhe mundësi të reja për t'u eksploruar. Një ndjenjë e butë paqeje do të mbështjellë zemrën tuaj, duke ju bërë më afër personit të dashur. Në punë, një projekt që keni lënë pas dore mund të kërkojë vëmendjen tuaj. Fokusohuni për t'i dhënë një shtysë të re. Financat do të jenë të qëndrueshme, por ruhuni nga shpenzimet e panevojshme. Ekonomia është çelësi për të ruajtur ekuilibrin. Sot, medito për të kuptuar nevojat e tua të brendshme dhe dëgjoj intuitën. Ajo ka një mesazh të rëndësishëm për ty, përqafo çdo ndryshim që vjen, pa hezituar të përqafosh edhe të panjohurën. Kujdesu për shëndetin duke u relaksuar me një shëtitje në natyrë ose një aktivitet që ushqen shpirtin tuaj.